Fjala sot. Dishepulli. Përshëndetje miq. Mirë se vini në programin Fjala sot. Ky mësim vjen për ju nga pastor Paul Schroeder. Sot do ta eksplorojmë se çfarë do të thotë të jesh një dishepull i vërtet i Jezus Krishtit. Shumë mendoqën Jezusin gjatë jetës së tij toksore, por sa prej tyre ishin vërtet të përkushtuar ndaj thirrjes së tij? Do të trajtojmë këtë pyetje dhe do të zbulojmë rëndësinë e llogaritjes së kostos të vënies së Jezusit në qendër të jetës dhe të marrjes së kryqit tonë. A jeni thjesht një ndjekës apo një dishepull i vërtet? Bashkohuni me ne në këtë udhëtim reflektimi dhe frymëzimi, ndërsa zbulojmë se si të ndërtojmë një marrëdhënie më të thellë dhe të qëndrueshme me Zotin tonë. Ky është një moment për të lënë mënjan gjithçka dhe për të përqendruar në atë që ka vërtet rëndësi. Jezusi po shkonte në Jeruzalem. Ndoshta shumë prej atyre që e ndiqnin mendonin se ai po shkonte atje për të vendosur ndonjë lloj perandorie, se ai ishte udhëheqës e do t'i ndihmonte të fitonin kundër Romës e kështu me radhë. Jezusin e ndiqnin njerëz nga më të ndryshmet, për arsye nga më të ndryshmet. Por ajo që dua të theksoj në këtë program është se të qenit ndjekës të Jezusit nuk ju bën domosdoshmërisht dishepuj. E përsëris edhe një herë. Të qenit ndjekës të Jezusit nuk ju bën domosdoshmërisht dishepuj. Për ta kuptuar më qartë këtë që sapo thash, le të lexojmë së bashku nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 14, vargjet 25 deri 33. Në këto vargje, Jezusi po flet për diçka që në fillim duket pak e çuditshme. Ai po u thot ndjekësve të tij: "Nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren baban e vet dhe nënën e vet, gruan dhe fëmijët, vëllezërit dhe motrat, dhe pastaj vazhdon, nuk mund të jetë dishepulli im." Kjo është një gjuhë poetike, dhe Jezusi nuk po thot se ne duhet të urrejmë dikë. Ai po thot: "Ju duhet të më vini mua të parin." Fjalët e Jezusit ishin mos e të kuptueshme për gjithë ata që e dëgjonin, sepse e njihnin gjuhën e asaj kohe. Në Bibël ka referenca të tjera ku Jezusi thot: "Kushdo që nuk është gati që të më vendos mua të parin në vend të parë, nuk është me të vërtetë dishepulli im." Ju kujtohet mbase që në disa raste kur Jezusi i thirrri njerëzit ta ndiqnin, njëri tha: "Unë dua të ndjek ty, Zot, por më parë duhet të shes këtë cop tokë që kam." Tjetri tha: "Në fillim duhet të varros baban tim që ka vdekur." Një tjetër: "Në fillim duhet martohem, pastaj do të ndjek ty." Prandaj Jezusi thot: "Nëse nuk më vini mua të pari në jetën tuaj dhe në planet tuaja, nuk jeni me të vërtetë dishepujt e mi." Një mënyrë për të kuptuar këtë në kontekstin e jetës suaj është të pyesni veten: a jam unë thjesht një ndjekës? Ju e dini se njerëz nga më të ndryshmit shkonin për të dëgjuar Jezusin tek predikonte. Disa prej tyre ishin thjesht kureshtar. Ata mendonin: "Mbase mund të shoh ndonjë mrekulli sot, mund të jetë një ditë e gëzuar." Shumë të tjerë shkonin atje për të marrë ndihmë. Ndoshta ai do të më shërojë. Dhe ai bëri në fakt shumë mrekulli. Njëherë ushqeu 5.000 njerëz, dhe njerëzit mendonin: a nuk ishte ai një udhëheqës i madh që të gjithë duhet ta ndjekin? Sa herë që ju jeni të uritur, ai do t'ju ushqejë. Për të dëgjuar Jezusin shkonin edhe skribët, farisejt e kohës, profetarët e shumë grupe njerëzish negativ. Ata padyshim mbanin shënime që të gjenin ndonjë gabim në ato që ai thoshte për ta futur në kurth e për ta vrarë. Pra, kishte shumë njerëz që e ndiqnin Jezusin, por nuk ishin vërtet dishepujt e tij. Ju kujtohet mbase të gjithë filluan të largohen kur dëgjuan për përkushtimin, për të dhuruarit, për sakrificën, për rritjen e kështu me radhë. Shumë njerëz filluan të largohen, dhe Jezusi i tha grupit të dishepujve të tij: "A do të largoheni edhe ju?" Dhe ju kujtohet që Pietri foli dhe tha: "Oh, jo Zot, ku mund të shkojmë ne? Nuk ka asnjë tjetër, ti ke fjalët e jetës së përjetshme." Le të rikthehemi prapë tek njerëzit që filluan të largohen sapo dëgjuan përgjegjësitë që Jezusi donte që ata të merrnin. Kjo quhet të llogarisësh koston. Cila është kostoja?
Çfarë jeni të gatshëm të paguani për mua? Thot Jezusi. Më vini mua të parin, më bëni përparsin, prioritetin e jetës tuaj. Nëse nuk e bëni këtë, ju po adhuroni pikërisht atë gjë apo atë njeri që keni vënë në vendin tim. Ne duhet i dorëzojmë gjithçka Krishtit, gjithçka në jetën tonë, çfarëdo që të jetë. Mund të jetë diçka personale, mund të jetë mendja, mund të jetë diçka që ka të bëjë me moralin, mund të jenë parat. Çfarëdo qoftë ajo gjë që po ju pengon t'ia dorëzoni plotësisht jetën tuaj Krishtit. Ajo është në të vërtetë Perëndia juaj. Ajo gjë është ajo që ju po adhuroni në të vërtetë dhe e keni bërë përparsi në jetën tuaj. Jezusi e bën shumë të qartë këtë. Ai përdor si shembull njeriu që do të ndërtojë diçka, duke thënë se ti nuk mund të bësh pa planifikuar më parë dhe pa llogaritur koston se sa do të kushtojë. Përndryshe, do të ishte marrëzi, dhe rezultati është ai që shohim tek Luka në kapitullin 14. Njerëzit do të tallen me ty. Ti do të bëhesh objekt talljeje, sepse do të thonë, ai nuk ishte aq i zgjuar, nuk e dinte se çfarë po bënte, nuk e llogariti mirë kostot. Në momentin që Jezusi filloi të fliste për sakrificën, ju kujtohet mbase disa nga fjalët e tij kur ai tha: "Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit fole, kurse biri i njeriut nuk ka ku të mbështesë kokën." Me këtë, ai është duke thënë që nuk do të jetë e lehtë. Jezusi kurrë nuk tha se do të ishte e lehtë ta ndiqnin, por ai tha se është më e vlefshme se gjithçka. Ai po na thotë edhe neve sot se është vendimi më i madh dhe më i rëndësishëm që do të merrni në jetë. Jo besimtarët nuk e kanë mundësinë ta bëjnë këtë, sepse ata janë sklevër në mendjen e tyre, në zemrën e tyre. Gjithçka që ata kanë është nën skllavërinë e mëkatit. Sepse në radhë parë fryma e shenjtë duhet të jetë aty. Duhet të ketë edhe një shpallje të fjalës Perëndis. Duhet të ketë një dëshmi dhe Perëndia bën kthimin. Perëndia do t'i thyejë ato zemra dhe do t'ju jap atyre mundësinë për një jetë të re, për një rrugë të re. Dhe kështu Jezusi po u thot atyre që po e ndjekin: ju duhet të llogarisni koston. Duhet ta kuptoni se disa do t'ju tallin, do t'ju përqeshin. Ai thot që sa herë që dikush e bën këtë për mua, ju duhet të jeni të lumtur. Me këtë nuk dua të them që ju nuk do të smureni më nga pneumonia. Jo, kjo është një temë krejt tjetër. Unë e kam fjalën për rastet kur dikush na tall e na përqesh për shkak të besimit ton, për shkak të dëshmisë, për shkak se po u tregojmë të tjerëve që ne besojmë tek Perëndia i vërtet. Dhe Jezusi i tha: "Jini të lumtur, sepse shpërblimi juaj do të vijë nga Perëndia." Ju mund të mos shpërbleheni mbase në këtë tokë, por Jezusi e sheh atë që po ndodh. Ai e di se çfarë po përjetoni dhe do t'ju bekojë. Kështu Krishti jo vetëm na fton që ne të jemi dishepujt e tij të përkushtuar, por edhe na premton se kushdo që do ta bëjë këtë, do të ketë bekimin e pranisë së tij. Perëndia nuk na kthen e pastaj na lë vetëm. Jo. Ai nuk na lë vetëm në fuqinë e vullnetit ton dhe vendosmërisë son. Kjo do të ishte e tmerrshme sepse ne nuk do t'ja dilnim dot. Perëndia na kthen. Ai na sjell në mbretërinë e tij dhe na tregon dashurinë e tij. Ai na tregon faljen dhe mëshirën. Pastaj na premton: "Nëse ju qëndroni në mua, nëse ju i bindeni mesazhit fjalës time, nëse ju dëgjoni fjalët e mia, nëse ju qëndroni besnik ndaj meje, unë do t'ju bekoj. Jam me ju." Në këtë mënyrë ai na forcon. Është shumë e rëndësishme të kemi një marrëdhënie të vazhdueshme me Jezu Krishtin. E kjo ndodh kur studiojmë fjalën e Perëndis, kur lutemi, kur e adhurojmë atë. Të gjitha këto marrëdhënie të ndërsjellta, ku ne zbatojmë fjalën e tij për veten tonë, nxiten nga Perëndia për të na forcuar dhe për të na dhënë aftësinë të rezistojmë tundimit, kur përballemi me gjërat e kësaj bote ku jetojmë sot. Dhe ne duhet bëjmë një zgjedhje. Si besimtar, si fëmijë të përkushtuar Perëndis, ne mund të bëjmë një zgjedhje. Ne mund vendosim të shkojmë ose jo në adhurim, të dëshmojmë ose jo miqve tanë, të lexojmë fjalën e Perëndis apo ta shpërfillim atë. Ti lutemi Perëndis dhe të diskutojmë planet tona me të, apo të veprojmë me mendjen tonë. Të gjitha këto janë zgjedhje. Dhe Jezusi na paralajmëron të llogarisim koston. Ky nuk është një rrugtim i lehtë. Kjo nuk është diçka që ne e bëjmë thjesht për të argëtuar. Ajo është e rëndësishme.
është prioritet, përparësi, madje numër 1. Për gjatë gjithë Biblës, flitet për rritjen tonë në marrëdhënien me Krishtin, për pjekurinë, për të mbrojtur nga sulmet e botës dhe të Satanit, të cilët do të përpiqen të na largojnë nga përkushtimi ynë. Perëndia na ka sjellë në besim. Nëse jeni fëmijë të Perëndis, kjo do të thotë se ka ndodhur një kthim i mrekullueshëm. Perëndia ju ka dhënë këtë dhuratë mrekullueshme të shpëtimit. Dhe ai dëshiron që ju të kuptoni se ai duhet të jetë përparësia në jetën tuaj numër 1, mbi gjithçka dhe mbi çdo. Dhe ai po ju kërkon ta bëni këtë. Merrni kryqin tuaj dhe ndiqeni atë. Jini dishepuj të vërtet. Ndërsa mbyllim këtë program, le të kujtojmë se dishepulli nuk është thjesht ai që ndjek, por ai që sakrifikon, që përkushtohet, që e vendos Jezusin mbi gjithçka tjetër. Jezusi nuk na thirri për një rrugë të lehtë, por për një rrugë që kërkon zemër, vendosmëri dhe besim të thellë. Pyetja që na mbetet është: a jemi gati të marrim kryqin ton dhe ta ndjekim atë? A jemi gati të llogarisim koston dhe të vendosim Krishtin si prioritetin kryesor të jetës sonë? Jezusi na premton se kushdo që merr këtë hap, nuk do të jetë kurrë vetëm. Ai do të ecë pranë nesh, do të na fuqizojë dhe do të na bekojë me dashurinë dhe mëshirën e tij. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Ju falenderojmë që na u bashkuat sot. Deri herën tjetër mos harroni. Të jetosh si dishepull është një vendim i përditshëm, një thirrje e vazhdueshme për të ndjekur Jezusin me zemër të hapur dhe për kushtim të plot. Qëndroni të fortë në besim, të ecni gjithmonë përpara me dashurinë e tij.